me ty, mundën me thonë i zbrazë. Ato, qa këm folë me ty në bezë, diçka, shemë, po ta thamë, për gjithë saj s'ka folë në bezë kur gjuhë, dhe së da s'ka folë kur gjuhë, veç e ka ullë vetën. Qa që ka ullë vetën, sa votust, me gjithë rrithët ku për neve, ku i kemë dhe votë, një fëmijashe, që si një fëmi, si një bebe, e kam një nip dvogël një ditë që tu, erdhe e se pat nonën e babën e vetë, kërkoj këtë diçka nësë di shumë një 2 vjetë, alas po fletë mirë, kur ja që tu më ndonë të nirone me grunë ti, me në thej të pjatën. Kjo që ashtu ka bo. Një fëmijashe, unë e kam njoft, gjithmonë dhe ju kom thonë mone se kjo e pa besë, i kom njoft, edhe i kom thonë, pse e kom pështet djallin e kom qutë të kjo gudzoj që shumë marshyton, u ko për shumë arsye, se kjo ishte e para dhe unë dësha mi tuet ku ishte aty Doni Gërvalla, bia një herojt, që shumë kush e krahason Donika Gërvallën me Vjosa Osmonin, Vjosa Osmonin bia një policin, voj në seks, thëshin ka panu baba ti i sajnë Raifi, e krahasojnë me Doni Gërvallën, bia një herojt që ju ka vra baba 2000 kilometra nga shpia dhe agja dhe ka dëzeka. Para me ndoti, qëfar ka hasime shbojnë për interesa. Këta dy janë këthy, edhe Vjosa, edhe Lumira Abdigjiku janë të zafë me burrin e saj, prindorin, dhe ju në këthy me mbrojt një unë tjetër. Unë po i kikon, hajtë të mbrojmë se marun. Do më thonë humbem. E jënë mënu me mbrojt diçka kanë humbë fartë, edhe kanë me humbë fartë. Mendimi janë të tonë. Akuzat që bën Vjosa Osmani që Albin Kurti me Vučićin ishin një dhomë, ju thonë edhe kanë thurur plan edhe intriga, nuk të ngjisin të qytetarët, të popull. Jo, nuk është, ajo nuk është, ndëgjo. Une, ato që ka i flet ajo, sa ma fort mi argumentu, aqë ma fort liget ajo, sepse një lider shteti mundet dikush nga Evropianët ose Amerikanë me thë ullun këtë dhome edhe s'ki qare pa full me ta. Unë as këto se besoj, sepse po t'ishte ashtu, Albini nuk është që i mshef, akuza që i asoj vishet, mshtetja me Edi Ramën, që i kanë dhonë shumë, i kanë thonë edhe Kosovës, edhe liderve tjerë, sa ma largë Edi Ramës, sa ma largë Hashim Thaqet. Ibrahim Rugova i ka pas tu. Bëjë dhe një ka përcim të fort, se vajti dhe të protesta për 400 e madhe. Edhe këta, sa ma fort, nuk i kanë dëgju misht, se atë profesor Bytysin, që dhe ke Vjosës, sa ma largë lider e Kosovës nga Edi Rama. Pra i kushtoj kjo Jo, është takimi i fshet që dikur i dolin që ishte New York me Gjuricin edhe me Grenellin, edhe hyrja në loj me Edi Ramës i ka kushtu shumë, po nuk i ka kushtu fort shumë, se thuhet, nuk thuhet, po janë realitet, për 5 vjetë që i ka bot 2 shtëpia në Marigona Hill, milionëshe, thuhet që dhe prindori vllai burri saj, prindori, i ka babajnë në Australi, dhe edhe që i ka ble do shtëpia, i ka dalë një bereqet i mirë, se ka pa mjell grunin, i ka kur fort, edhe i ka qitë bereqet, për këtu 5 vjetë ka mjell ka që shpesh, dhe këto janë ato që i kanë dalë asajna më bisi për faqe, s'po di ku mi aj bo venin. Edhe u bon krah i krimit, i kriminelve, ata që dje i thëjke, shojke, se kjo u bon e madhe, ty e marë fotografinë e Ibrahim Rrugovës në zemë, dhe kjo shoh Hashim Bruin. Edhe... Pastaj vajti me protestuar për ta liruar. Si? Pastaj vajti për të protestuar për ta liruar Thaqin. Pastaj tani ajo vajti për me liru Hashimin, dhe kërkonte që sa ma shpejta i të liruat. Hashimi nuk më në liran asë Vjosa Osmani, jo du të më disë ato jenë procese gjyqësore të përfunduara, po ishin në qëfar forme u hin loj me ta e din ajo. A i ka mush thasë me pare, a u kërcnu nuk e di,
Po, ajo u bon një argat i atyre që i në kundështar të pavarësisë të Kosovës, të Ramit, Gjuriqit edhe të Grenelit. Pra ndaj komi i kushtu edhe asojna me politikë, që nuk e besoj që